Selam aleikum hoxh. Duam të bëjmë sunet djalin, po desha më ju pyet, a ka ndonjë dua për t'ja kënduar? Aleikum selam rahmetullah. Allahu ta bëft halalet atë djal. Ta bëft dietar edhe trem. Dietar edhe trem. Dietar pa trimëri nuk i vyn. Për arsye se bëhet frikacak. Edhe nuk e thot të vërtetën për interesa personale. Por nëse bëhet vetëm trem pa dije, atëherë është i padobishëm për umetin, sepse ma shumë prish se sa nreq me atë trimnin në thojza të ti. Allah ta bëft dietar dhe trem. A ka ndonjë dua? Nuk ka. Nuk ka dua. Mbledhja për ceremonitë të caktuar dhe ngritja durve, bërja tekbire, këto nuk ka argumente për to. Nuk ka argument. Po të flas mësimet e fesë, a është traditë në fshatin tanë, në lagjen tane, unë këtë nuk e di. Unë këtë nuk du të ndërhyj as të marrë përgjithësi. Po flas, nuk ka një dua të caktuar, kur ta bën sunet fëmin, që me e thonë, kështu ka bo pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, apo ky ajet kuranor e thot këtë dispozit ose dispozitën tjetër. I dim rregullat e sunetis, ditën e 7, 14, 21, apo kur do që kesh mundësi, sa më shpejt aq më mirë, është traditë e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam, të lejohet kur do deri në moshën e pubertetit, mas pubertetit bëhet obligim. Është farz. Keni kujdes mos i lani edhe mos i vënani sunetet e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Kaq. Allahu ta rujt.